Sup me pashaqofte, ju varlaqja, siç e themi në greqisht, edhe neve do të përgatit tani për këto ditë të ftohta të dimrit, domethënë kur erdhi dimri. Në Angli ka ardhur dimri, o njerëz të dashur dhe të bukur, çfarë të bëjmë? Mos shikoni tani juve në Shqipëri dhe në Greqi që keni akoma 30 gradë, tek neve u ftua koha. Pak krip, pak piper, një çik oris, vezë, kokovet domethënë, majdanos brenda, mund t'i jeni dhe në energjik, çfarë të doni juve, neve na pëlqen me majdanos, edhe orizin u a thash, nuk e di, u a thash, u a them tani, nëse nuk a kam thënë, i bëjmë pashaqofte të vogla dhe pastaj do vendosim ujin që të valojë. Tek uji që po valon, do hedhim brenda krip, piper, vajulliri. Unë do t'i kaloj edhe një çik në miell pashaqoftet, që të bëhet një çik më e trash lëngu i gjellës. Dhe pasi ka valuar ruj, do ta ulim në fund të temperaturën që të mos valoj shumë dhe na hapen pashaqoftet. Edhe pasi kanë valuar, do t'i hedh brenda patate me karota. Nuk i hedh oriz, shumë njerëz i hedhin oriz, po neve nuk na pëlqen me oriz, ndanja po i bëj me karota dhe patate. Tani do t'i hedh limon dhe kokove brenda, i hedh një çik krip brenda vezës që të më pritet. Dhe pastaj javash do marr lëngun e supës, ta hedh tek veza, që pastaj ta hedh të gjithën brenda tek supa që të më pritet kokoveja. Pashaqofte, supë është gati.